Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Teatri Migjeni në Shkodër ka hapur zyrtarisht thirrjen për edicionin e 2 të festivalit teatror Xhexhu Fest, një iniciativë që synon të promovojë dramaturgjinë shqipe dhe të kthejë Shkodrën në një pikë takimi për artistët e skenës nga mbar vendi. Në drejtimin e ri të Gerti Palalit, festivali rikthehet me ambicien për të konsoliduar si një nga ngjarjet më të rëndësishme teatrore në vend, duke sjellë në skenë produksione që jo vetëm argëtojnë, por edhe nxisin reflektim e debat shoqëror. Për të folur më shumë mbi vizionin e këtij edicioni, objektivat e festivalit dhe rolin që arti skenik mund të luajë në shoqërinë shqiptare, kemi sot në lidhje direkte Nikolin Ferketën nga Këshilli Organizativ i Festivalit të Teatrit Migjeni. Nikolin, mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Nikolin, na trego fillimisht cilat janë ato kritere nga kjo hapje që do të përdoren për përzgjedhjen e trupave pjesëmarrëse. Po, ky është një festival që vjet ka nisë një eksperiment për me pas si është lecuria e tij edhe sa po ecë, të kanë se ishte edhe edicioni i parë. Një edicion i cili rezultoi i suksesshëm, duke qenë se ishin rreth 8 shfaqje, kanë 8 trupa të ndryshme, ku kanë qenë edhe nga Durrësi, kena pas miq edhe nga Gjilani, edhe nga Universiteti i Arteve këtu në Tiranë. Dhe këtë vit ne kena menduar që shfaqjet të jenë të dramaturgjisë shqipe, të asaj pjese ku teatri në qytetin e Shkodrës ka shumë nevojë për dramaturgjinë shqipe. Kriteret më të rëndësishme janë të cilat duhet të jetë një regjisor i afirmuar si regjisor dhe një trup teatrore e cila duhet të paraqesin një shfaqje që e ka caktuar ose që e ka luajtur në teatrin e tyre të qytetit ku ato ndodhen. Po, ne folëm kështu për kriteret, po më duhet ta di pak më saktësisht. Çfarë bën një shfaqje të denjë për një festival si ky? Një shfaqje të denjë është një shfaqje e cila jep një mesazh i cili tregon një nga ngjarjet e kohës në cilën ndodhet sot vendi, por edhe të ngjarjeve të cilat kanë shënju në popullin shqiptar, por jo vetëm. Këtu jepen histori të ndryshme, jepen nga mesazhe dhe nga forma nga më të ndryshmet, duke filluar që nga problematikat sociale, nga problematikat politike, ekonomike, pra shfaqje të cilat japin një mesazh shumë të fortë për sa i përket publikut, sepse kjo është qëllimi i Xhexhu Fest. Pra, shfaqje të cilat nëpërmjet mënyrës që ato vijnë në skenë i përgjigjen publikut për të gjitha ato tëmeta që ka sot shoqëria shqiptare. Nikolina, do të ketë vend për eksperimente skenike dhe forma alternative teatrit? Po, nuk është thjesht vetëm një teatr që është realist. Ky është një festival që pranon çdo lloj zhanrit teatral, sepse kjo është e bukur kësaj që ne vendosim në këtë festival shfaqje të zhanrave të ndryshme. Dhe duke qenë se jemi në zhanre të ndryshme, atëherë edhe vet festivali, por edhe vet teatri në përgjithësi duhet që t'i shohin këto forma të ndryshme teatrale, sepse artisti flet në forma të ndryshme, jo vetëm në një formë. Dhe këto forma sigurisht që publiku duhet t'i shohë, duhet t'i perceptojë, duhet t'i kuptojë, por në fund qëllimi i gjithë kësaj është që njerëzit duhet të reagojnë nga ato që artisti jep në skenë. Ne e dim që është hapë thirrja, diku në qershor më duket mbyllet, na trego ato afatet, na trego sa do të jetë ai numri i shfaqjeve dhe në cilat lokalitete apo vetëm në teatrin Migjeni do të mund t'i shohim. Këto do të jenë vetëm në teatrin Migjeni, do organizohet në teatrin Migjeni. Numri i shfaqjeve për momentin nuk është fiks i caktuar se sa do të jetë, sepse këtu do shohim edhe se çfarë
çfarë sinopsisit vjen, trupat të cilat janë që përzgjedhin shfaqjet, por edhe shfaqjet të cilat nuk janë vu ma përpara në për teatro të tjerë, në kuptimin që duhet të jenë shfaqjet të cilat nuk janë shumë të dhanuna për publikun. Aq më tepër shfaqjet që kanë të bëjnë për sa i përket dramaturgjisë shqipe. Sepse ne këtu në Shqipni kena pas këto vitet e fundit një mangësi shumë të madhe për sa i përket dramaturgjisë shqipe dhe dona që të rikthehena edhe herë kësaj traditës që spektatori duhet të jetë shumë afër kësaj, sepse ne nuk duhet të humbim identitetin tonë shqiptar. Më trego, si po e balanconi traditën e teatrit me nevojën për modernizim? A ka ambicje festivali dhe mandej zgjerohet për te kufive kombëtar? Po, ashtu si që kena nisë në edicionin e parë, sigurisht që ambicjet për këtë festival çdo vit vinë edhe rriten, sepse ne mësojmë marrim nga çdo lloj eksperiencet. Pra, sigurisht që edicioni i dytë nuk do të jetë si edicioni i parë, në kuptimin që ato mangësinë thojza që kanë metë nga edicioni i parë, sigurisht që do perfeksionohen në edicionin e dytë. Dhe kjo lloj perfeksionit do vinë sigurisht nga ana profesionale, qoftë edhe nga ana teknike, por edhe nga ana e përzgjedhjes së trupave të cilët do jenë në këtë festival. Dhe e përmendëm ato dallimet mes që do të sjellë ky festival mes atij të parit, ky edicioni i dytë mes edicionit të parë. Çfarë identiteti dëshironi të jepni këtij festivali? Këtë vit do të ketë një titull, do të ketë një temë tjetër? Kjo nuk është menduar akoma. Duke qenë sepse ne duhet të shohim herë se çfarë shfaqesh na vinë, çfarë pjesësh na vinë në mënyrë që t'i vendosim një identitet, por festivali ka gjithmonë në thelb dhe në qendër xhexhun, pra që të përgjigjemi nëpërmjet asaj se çka shfaqet japin si mision, por edhe si sinopsis të tyne, pra cili është qëllimi i shfaqjes që vihet në skenë, cili është mesazhi. Prandaj mesazhi ndryshe tek spektatori është nëpërmjet përgjigjeve. Pra prandaj është xhexhu fest, sepse ne duhet t'i përgjigjemi të gjitha problematikave që mund të ketë shoqënia. E përmendet se sa është e zhvilluar do të dramaturgjia sot, dramaturgjia shqiptare. Mendoni se autorët shqiptarët kanë hapësirën që të meritojnë në teatrot tona që të shfaqin ato që kanë shkruar? Po, sigurisht, sepse autorët shqiptarë janë ato që e kanë, po thona, janë një ndër themelet e teatrit shqiptar, për arsye sepse ato e njohin shumë mirë realitetin këtu. Dhe spektatori duhet që të shohë një dramaturgji shqipe, pra një mentalitet shqiptar, duhet shohin ngjarje shqiptare të cilat ndodhin në vendin tonë, por që përkthehen ndryshe në skenë nëpërmjet gjuhës së trupit, nëpërmjet fjalës, nëpërmjet monologjeve, dialogjeve. Për shembull, vjet në edicionin e parë ka kanë edhe një monodram e cila unë kam luajtur si aktor në këtë, por një kolegu im, Aleksandr Pranga, që lute regjin, ishte Elisa. U qulte monodrama Elisa, e cila flite për historinë e një nanës së re, e cila vdes gjatë lindjes së fëmijës. Dhe e gjithë barra i kalon pastaj t'jatit. Unë isha që lusha rolin e babait dhe ishte një fëmijë i posalinur. Dhe tani gjithë kjo barë me binte mua, mi shpinë që t'lusha edhe nanën, të basha edhe baben, por edhe të rritësha këtë fëmijë. Dhe jo më larg fatkeqësisht se para një javë, 10 ditëve, në Shkodër ndodhi pikërisht një ngjarje shumë e rëndë, ku një nanë humbi jetën pasi lindi dy binjak. Pra, ne jemi përafërsisht për të trajtu këto ngjarje të cilat ne duhet t'i sjellim në memorien e njerëzve, duhet t'i sjellim në problematikat e shoqënisë shqiptare. E keni menduar? Këtë sezon është
Po, më Po, thuj? e keni menduar ndonjëherë se si mund të nxitet krijimi i dramaturgjisë së re shqiptare? Se si Si mund të nxitet. institucion. Thjesht është çështje organizimit më tepër, është çështje përkrahjet, është edhe çështje për sa i përket financimit. Financimit të institucioneve shtetërore të cilët duhet ti financojnë këto autor dhe t'i japin një lloj spuntjet për të shkruar dramaturgjinë shqipe. Jo se mungojnë autorët, por thjesht duhet një dashamirësi që teatri të shkojë drejt një dramaturgjie shqipe. Po. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe një pyetje për fund. Po. Nikolen, po, ku qëndron sipas juve kufiri mes artit dhe aktivizimit, themi shoqëror, aktivizmit shoqëror? Arti është ai i cili gjatë gjithë kohës dhe gjithmonë duhet të jetë opozit. Është nëpërmjet shfaqjeve teatri gjithmonë është opozit, sepse ai shpërfaq të gjitha problemet e një shoqënie. Dhe nëse teatri nuk e bën këtë, atëherë cili është qëllimi i teatrit? Sepse ne shfaqim këto problematika në mënyrë në sarkazëm, në ironi, në estrad, në dramaturgji, por edhe në dramë. Dhe nëse ne nuk i japim këto, atëherë ne duhet që t'i themi popullit që shiko sepse ndoshta ky lloj mesazhi që ne japim është më i mirë për një të ardhmen më të mirë. Dhe kjo është e gjitha. Nikolen, faleminderit, më duket që lidhja, edhe pse ishte me video lidhje, është realizuar ashtu siç duhet. Ne ju presim me projekte të radhës, edhe me video lidhje, po edhe ne këtu në studio ju shkoft të mbar ashtu siç keni planifikuar ky festival. Faleminderit shumë edhe për jush. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit. Ministrja e Kulturës Saranda Bugujevci ka pritur në një takim ambasadorin e Italisë në Kosovë, Mauricio Antonini, me të cilin ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Gjatë takimit u shqyrtuan projektet aktuale të përbashkëta, si dhe mundësitë për zhvillimin e iniciativave të reja në fushën e kulturës, trashëgimisë kulturore dhe turizmit. Të dy palët vlerësuan rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit të vazhdueshëm në këta sektor me interes të përbashkët. Ministrja Bugujevci falenderoi ambasadorin Antonini për mbështetjen e vazhdueshme që Italia i ka dhënë Kosovës në zhvillimin e kulturës, ndërsa ambasadori italian e uroi ministrën për detyrën e re, duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejmë dhe konkretizim të projekteve të përbashkëta. Ky takim konfirmon marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Italisë, si dhe angazhimin për avancimin e bashkëpunimit në fusha me rëndësi strategjike, thuhet mes tjerash në njoftim. Ministria e Kulturës ka njoftuar se antarësimi i muzeut Reporting House në rrjetin ndërkombëtar Network of European Museum Organization përbën një arritje të rëndësishme për kulturën dhe kujtesën kolektive në Kosovë. Sipas njoftimit, ky vlerësim ndërkombëtar konfirmon rëndësinë e rrëfimit për luftën, rezistencën dhe rolin e gazetarisë në ruajtjen e së vërtetës, duke vendosur historinë e Kosovës në një kontekst më të gjerë evropian. Po ashtu theksohet se antarësimi hap mundësi të reja për bashkëpunimin dhe zhvillimin në fushën muzeale. Ministria ka bërë të ditur se Muzeu Reporting House ka përfituar mbështetje 3 vjeçare nga ky institucion me qëllim zhvillimin e tij, si dhe hapësirën e rëndësishme për dokumentim, edukim dhe kërkim, thuhet mes tjerash në postim. Instituti Albanologjik në Prishtinë, gjithsesi Dega e Historisë, organizon aktivitetin shkencor të radhës në kuadër të programit të ligjëratave publike Leksione Albanologjike. Këtë herë ligjërat do të mbajë studiuesi dhe arkeologu i njohur Lavdosh Jaupaj. Sipas njoftimit, ligjërata me titullin Pra popullsitë dhe ndërveprimet kulturore në hapësirën Iliro Epirote gjatë shekujve 7-8 para erës sonë, do të mbahet më 30 prill nga ora 10 në sallën e katit të epërm të Institutit Albanologjik.
Doktor Lavdosh Jaupaj është punonjës shkencor në Institutin e Arkeologjisë që tashmë vepron në kuadër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ai ka doktoruar në Lyon të Francës dhe është një nga njohësit tanë më të mirë të arkeologjisë dhe antikitetit, thuhet mes tjerash në njoftim. Baleti Kombëtar i Kosovës do të shënoj ditën botërore të vallëzimit më 29 prill me premierën e parë për vitin 2026, duke sjellë para publikut një mbrëmje artistike me 2 shfaqje të reja koreografike në amfiteatrin e Pallatit të Rinisë në Prishtinë. Programi i mbrëmjes përfshin veprën We Will Never Give Up on Love me koreografi të Erion Krujës dhe asistencë të Fatmir Smanit me muzikë të Qesen Status dhe vetë koreografi. Po ashtu do të prezentohet edhe shfaqja Blet me koreografi nga Klebio Oliviera dhe asistencë të Lela Di Costanzo, ndërsa muzika është realizuar nga Master Ranch. Repriza e parë është planifikuar për mbrëmjen e 30 prillit në të njëjtën vend dhe orar. Premiera e baletit e nxënësve të Prenkjakovës vjen si një ngjarje e veçantë për të shënuar 29 prillin ditën botërore të vallëzimit, duke sjellë në skenë talentin dhe përkushtimin e brezit të ri. Shfaqja do të mbahet sonte në teatrin Dodona duke filluar nga ora 19. Koreografia mban firmën e krenare Krasniqi Dakaj dhe Eliza Zeneli, të cilat kanë përgatitur një program artistik që ndërthur teknikën dhe shprehjen bashkëkohore të vallëzimit. Në skenë performojnë nxënësit e drejtimit të baletit nga shkolla Prenkjakova, të cilët përmes kësaj premiere sjellin një interpretim dinamik dhe emocional në nder të kësaj dite ndërkombëtare. Hyrja për publikun është falas, duke bërë këtë ngjarje një mundësi të hapur për të gjithë artdashësit që përjetojnë bukurinë e baletit dhe energjinë e artistëve të ri. Si pjesë e Fort Tradition Festival, ansambli vokali i Filharmonisë së Kosovës do të performojë në Filharmoninë e Krakovit në drejtimin e dirigjentit dhe kompozitorit të shquar kosovar Rafet Rudi. Programi i koncertit përfshin vepra muzikore që shtrihen nga periudha bizantine deri në ditët e sotme, duke reflektuar pasurinë, larminë dhe vazhdimsinë e trashëgimisë kulturore të Kosovës, një shtet i ri në pavarësi, por me një histori të lartë dhe kontribute të rëndësishme në kulturën evropiane dhe botërore. Kjo paraqitje në një nga skenat e njohura të Polonisë përfaqëson një moment të rëndësishëm për promovimin e artit dhe identitetit kulturor të Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke dëshmuar fuqinë e muzikës si urë lidhëse mes traditave dhe kohëve, thuhet mes tjerash në postim. Më 30 prill në Kamenis, në kuadër të manifestimi tradicional Lulkuqet e prillit 2026, Teatri i Tetovës do të shfaqet me komedin dram për të qesh në regji të Sulejman Rushiti. Sipas njoftimit, dram për të qesh është një shfaqje përmes ngjarjeve të cilës brenda një teatri ku duhet të ringjallen personazhet e Shakespeare-it nga adaptimi postmodern, na zbërthen dramën e aktorëve, punonjësve të teatrit, spektatorëve dhe pushtetarëve, një mozaik njerëzor që jeton paralelisht me shfaqjen që pret të luhet. Shfaqja pasqyron shoqërinë përmes një kohe skenike që rrjedh saktësisht njësoj si koha reale, ku personazhet e botës së përditshme ndërhyjnë në botën e fiksionit, duke shkrirë kufit mes asaj që jetojmë dhe asaj që interpretojmë, thuhet mes tjerash në njoftim. Rihapet pas 7 vitesh, Muzeu Etnografik në Durrës, i restauruar pas dëmtimeve nga tërmeti i vitit 2019 dhe i pasuruar me ekspozita të reja, muzeu sjell një panoram të gjerë të historisë, artit dhe traditave shqiptare, më shumë në kronikën e kolegëve nga televizioni shqiptar. Muzeu Etnografik në Durrës ka rihapur dyert për vizitorët, pas një procesi të plotë rikonstruksioni të realizuar pas dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i vitit 2019. Ky investim ka rikthyer në funksion një nga hapësirat më domethënëse të trashëgimisë kulturore të Durrësit. Muzeu Etnografik vjen me një rijetëzim ku në 2019 kanë qenë të ekspozuara vetëm 4 dhoma, kurse sot jemi me
plot 7 dhoma në interierin e katit të dytë dhe me një sallë shumë të madhe në interierin e katit të parë, ku përpos kësaj janë të ekspozuara dhe 125 vepra italiane të dhuruara në nder të artistit të madh Ibrahim Kodra. Një vëmendje veçantë është kushtuar edhe mjediseve për aktorin Aleksandër Mojsiu. Një nga dhomat janë artistët më të mëdhenj të qytetit të Durrësit, të cilët kanë kontribuar në skulpturë, në pikturë, në relief dhe në grafik në nder të figurës së Mojsiut. Çdo turist mund të vijë dhe përveç se ciceroneve të cilat do të shpjegojnë gjithçka se çfarë mban pavioni i muzeut të qytetit të Durrësit, por do të kenë dhe informacionin në kartë. Në katin e dytë janë ekspozuar kostume popullore të Shqipërisë së Mesme dhe objekte që pasqyrojnë traditat ndër vite. Rekonstruksioni u realizua në kuadër të projektit EU for Culture, financuar nga Bashkimi Evropian. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqejeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtglive.com. Dhe kështu të nderuar shikues, ne po e përfundojmë këtu magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.